për rastin Alp Kings, ka pas një prej ministreshave të qeverisë Kurti kishte rënë projekti i grupit, ka pas një arrestim dhe ne vendosëm Kings Kosova me infiltru dikën me hy pjesë në grup me pas të çka po ndodh. Dhe i bëm 2 emisione. Në ato emisione të merr çka po, ka pas shitje të drogës, vajza të reja publikime. Shpjegoj çka është Alp Kingsu për audiencën. Alp Kings ka qenë një grup i burrave të frustruar, të cilët në vazhdimsi kanë vendosur të quajnë. Veç burra ka pas aty? Ka pas edhe gra. Sa kanë qenë brenda grupit, sa pjesë? Në momentin kur e kanë hedh numrin tam të telefonit, ka qenë mbi 70.000. Mbi 70.000 burra, me numrat e vetë telefonit në Telegram. Ka qenë me numrat të Telegramit. Në Telegram. Që ka qenë shumë vështirë me identifiku për shkak se Telegrami ka qenë në Rusi dhe ka pas, nëse s'gaboj, në Dubai, sepse kam harru në cilën pjesë ka qenë. Dhe pas një javë që na i publiku, vendosi numrin tam të telefonit. Kur qona ka qenë 7 maj, kur qona në mëngjes e poshtë që është... Çfarë ndodh të brenda atij grupi? Shisnin drogë, publikonin fotografi të grave, pa pikë të fajit, ka pas gra që kanë pas e ka 50-60 vjetë, ka pas fotografi të vajzave të mitura, gjithë shka. Me çfarë qëllimi? Që është i jashtëtshme. Me e diskreditu gruan normalisht. Thelbi kryesor ka qenë veprimtarit e jashtëligjshme dhe synim me i njollos gjitha gra. Ka pas fotografi, unë kam pa brenda, kena pas një histori ku ka pas një grua cila ka qenë tunajt në balkon Mitrovic, në balkon të shtëpisë vet, një grua cila ka pas rreth 56 vjet. Edhe çfarë shkruaj për ato? Çfarë thonë? Ka pas numër sepse kjo ofron shërbime seksuale e gjëra. Okej, domethënë që ta dim thelbin për çfarë qëllimi i fusnin. Kjo ka qenë. Edhe ka qenë 7 maj kur unë çona në mëngjes edhe shoh që telefoni jam është i bombarduar me mesazhe, numra telefonit. Domethënë e kanë fut fotografinë tënde edhe numrin tënd. Numri i telefonit, fotografinë e WhatsApp-it bashkë me të Instagram, në fakt të Viberit bashkë me fotografinë tam edhe numrin tam personal të telefonit. Edhe unë shoh që kanë nisë njerëz me mthirr, një herë nuk e kuptoj, normalisht kisha prend që jetonin vetë, plika e parë ishte mos ju kanë thonë diçka aty, ne më kanë thirrur kur shija si kanë ditë numrat. Kur hi e shoh mesazhi i parë, sa e ki notën, ku ke kështu, fotografi porno, edhe çështje tjera. Edhe e shoh, gjaja e parë thirri kolegën tam telefon dhe ja bëj Eriura, kanë qitë edhe numrin tonë, tha ju. Thirri policinë e Kosovës dhe i them që po du thjesht me s'do isha me bo vepër penale, se na gazetarët kena një perit holl kur gabojmë për me bo vepër penale, se jo mos po gjatë hulumtimit të një vepër penale, mos po bim edhe na me bo vepër penale. Mos po bën vetve, okay. Vepër penale. Thiri policinë e Kosovës, fakt drejtorin e policisë dhe i tregoj ç'është. Edhe ai thotë, ti e ki punën tonë, na kena punën tonë. Ti mundesh me shku me i raportun polici krejt numrat që të kanë thirr. Pastaj jam konsultuar edhe me njerëz brenda agjencisë për privatësi dhe informim, sepse synimi im ishte me i publiku njerëz të cilët thirrshin telefon me emrin e me mbiemër, normalisht, sepse arrita fillova me i xhiru këtë njerëz që më thirrshin telefon. Normalisht ata që ngacmonin. Masandej. Ja hapshe telefonin? Po. Masi kom shku punë. Du me dalë me pi një kafe, ma bëj kenjani. Atë njëshin ty ata? Jo, së më njëshin, i dinë se kishën askush jam. Kur mershin vesh që jam gazetare, u tërhekshin, ose kërkojshin falje, ose ka pas njerëz, që po ka pas shumë njerëz që më kanë shkru dhe më kanë thonë, oj zonja gazetare, që ta kanë qitë numrin në Alp Kings. Ka pas edhe të tillë që më kanë lajmëru dhe më kanë thonë, oj zonja gazetare, që ta kanë qitë numrin telefon. Edhe kom fillu për 2 ditë ka qenë e hanët, martën e kom pas emisionin, të hanën kom xhiru çdo që më ka thirr. Sa kam qenë punë, kur kam qenë shtëpi, e ka qenë burri jam telefonin, vishunal që s'folshin eq. Nesit po ashtu, edhe i kena transmetu, këm shku në polici, ditën e parë i këm raportu 30 veta. Për shkak se policia i merke veç ata të cilët kishin konsumu veprën penale, kishin bën ngacmimin, jo të gjitha. Normalisht ka pas edhe njerëz të tjerë që kanë qenë në pjesë e grupit, kom pas kontakte edhe me kolegë të tjerë, edhe kom vazhdu tutje. Pas publikimit, atë natë i kemi të martën, i kemi publiku, me 8 maj ka qenë, i kemi publiku komplet historinë, kush ka thirr, çka më kanë thonë pjesë e grupeve, por kemi pas edhe 2 rrëfime të tjera të grave, vajzave të cilët kishin vendosur me... Që kanë qenë viktima njëtë, sikur. Viktima dhe kishin vendosur në largu për i Kosovës. Sepse policia, kur shkova aty, sugjerimi i parë që ma bon, më tha ndroja numrin e telefonit. Unë zashta me ndru numrin e telefonit, sepse është numër me cilin unë jem rrit me ta. Është numër me cilin kejten juajn Ardianën përmes edhe çatij numrit. Po edhe nuk ka efekt nëse ndrojsha numrin e telefonit, sepse tash me këto rrjetet sociale, në momentin kur unë ndrojsha numrin e telefonit, këta ata që më kanë të ju i shkon me automatizëm. Ky për numrin e kanë ndruar numrin e telefonit në këtë numër. Historia si e ndërtove historinë edhe fitove çmimin? Ka vazhdu kështu. Ka pas edhe një histori të dytë. Pastaj kemi pas një emision të dytë të Ajtën. Edhe të Ajtën kemi vazhdu sepse pastaj gratë fillun me na thirr. Ka qenë shumë interesant se neve na telefononin edhe gratë të cilët mendonin që burrat e tyre janë pjesë Alp Kingsit.
Ka pas rrëfime të tilla. Është një gru që halon vazhdon me 70.000 numra, gjysa e Kosovës. Halon vazhdon me më shkru dhe thot që ajo është në Gjermani dhe vazhdon me kërku ndim prej meje, thot gjithë ditën burri jam po këshyr gra për në këto grupet Alp Gangs. Dhe tani të premten ka ndodhur diçka tjetër. Masi publikum këto dy, atë premten ata e kanë bënë thirrje të dytë, sepse policia reagoi. Po të arrestime, të premten i kanë arrestuar nëse s'gaboj, po